O, na e dim shumë mirë se gjunate tona nuk pënalon neve lutjet e tona me ungrit. Gjunate tona nuk pënalon lutjet e tona me ungrit. Po me gjithë gjuna, o Zot, me gjithë që ato shka I kemi, po të lutemi me zemër në emnin e madhrijës tënde, jo në qëtëremën, as në emën të Kosovës, as në emën të Shqiptarit, as në emën të Bajrakut, po të lutemi në emnin e madhrijës tënde. Shlejavë qëmë të tu. Shlejavë qëmë të tu, o Zot. Shlejavë se ti ke shumë. Ti ke shumë qëmë. Kejtë faktikisht ato që janë asi kalibrit tot janë lishoja. E neve në banë ti që ne me dorën tonë të keqen mës të bojmë kur. Ruje dorën tonë prej të keqës. Ruje njërin tonë prej të keqës, o Zot. Runa neve nga keqja. Runa së bashku. O Allah, po të lutemi në këtë ders xhamiet gjumaz këtu, ta bajsh ti që sa ma shpejt njerëzit të kthehen në gjakun e vetë. Edhe ato ta fillojnë jetën e vetë. Ato të fillojnë të shtrohen, detirën e parë që e kanë me fillu me ushtu, detirën e parë para elbit edhe grunit edhe theknit, me fillu me ushtu, o Zot. Ti mu për atë e bone, që një farë ti banë 700 koka, mu për këte e bone. Një farë, gruni 7 kalzika në 100 koka. O Zot, edhe neve banaj këta të mundur, që ne sa ma shpejt këthami, edhe të fillojmë me ushtu se neve numrin e duhet. Kjadel fikru, en jekune kufra, tha Rasulullah s.a.s. Tha fukarallëki, varfëria, hemen, tha, hemen është për me të qitë në kufër, me harru Allahun. Pra ne pasanik duhet jemi. Neve Allahun e ka lavdru pasunien, po ndorën e njerit mirë. Duhet jemi pasanik. E pastaj me pasunien tonë të bëjmë mirë, të përdorim atë për mirë. Lejse l'ghina në këthret il-gharab, walakin në l'ghina në nëfs, tha Rasulullah s.a.s. Nuk është I pasur ai që posedon shumë njete, I pasur është ai që posedon një shpirt të madh. I pasur është ai që posedon një shpirt të madh. Ai që hap shtëpinë sot është ai I pasur. Ai që hap shtëpinë është I pasur. Kemi një fshat malsi këtu në Runic, një fshat me 13 shtëpi, njerëzit janë anku o xhamati më le kupit. O xhamati jem që ju që 24 vetë ndëgjoni deset në veta, vetëm prej këtij hoxhës juve. Po para këti ju sa keni ngu prej o gjallarve qërë. Gjemati Ronicës janë ankuse, vlazrit prej Kosovës që kanë ardhë, nas po kemi shka më ju dhonë se më për vetis kemi. E ju këtu shka më bani këtu në katon ju. Ato që po I pranojnë në stacionin e parë, të letësimit e kam fjallën, ato s'kanë për veti me hongër. Ju shka po bani këtu, rasadet për herë, apo? Rasadet ju durimi herë, se na kemi thonë rasadet pa qeter me herë. Ju pa I mjell në arat, apo? Ato mos e lini pa I mjell se gaboni shumë. Po jo vetëm arën e juve. Jo vetëm arën e juve. Në stacionin e parë të letësimit, njerëzit s'kan 40 veti, kanë 40 veti, shpimrena vetë s'kan shka me hongër. E kam të qartë se ju mire keni kuptu problemin. Se unë pa e shofë mesin se ju problemin e keni kuptu mirë. E unë qka po bajnë dërës asë një sen. Dhe një vend dikun ju e keni lonë pive unë e pagirës. Ju e keni mirë të kuptu problemin. Se gjemë të juve janë në kom 24 orë dhe me thonë mirë e keni kuptu problemin. Po unë po thamë që ati një vend ku a fi një gjamë mi vundi shka. Dërsi jam vesh qatë punë në të boje, edhe unë jam I pajtum nëse dërsi jam e arrinë këta. Kur dilni pi gjumoha sot këtë problem me kri. Kur dilni pi gjumoha sot këtë problem me kri. Të stacioni I parë, I letësimit a gje ku I për ndime e parë, ndime e shpejt e parë, a gje s'ka njerëzit të shpia vetë për veti me hongër buka 30 veti kanë shpia dhe kalun qirë. Këtë punë me kri sot deri në aksham. Ilejhi jasadu l'kelimu t'tajibu, wal amalu s'salihu jarfau. A keni ju dëshirë gjemëtëri që Allah namazin gjumohës ja u ban kabul. Ju keni të gjithë këtë dëshirë, se dhone këtë dëshirë kam, ka thonë. Lutjet e juaja pranohen, punë të mira I ngrejnë për petë. Lutjet e ju e pranohen që po lutni ju, si këthen Allahu prap, po duni me bo një punë të mirë për me ju pranu lutjet. Duni me bo një vepër, diçka me bo, pastaj me u lutë, mas gjumohat këtë punë të krini. Se el-azabu ila idha nëzële amba, nëse Allahu jëdhnot, dënimi ati kur zbras ta keni me dhije gjemoti jam I ndershëm, gjemoti jam që kërkan bot ma shumë se juve s'ju du, juve mas shumë të ju du prej kejve, pastaj I du që jetë besimtar. Azabi Allahut si zbrese në përfshin të gjithve.
Si t'jellnohet Allahu xhelle xhelalu në ne, se në mesin ton ka njeri që s'ka me hongër. Allahu a shjellnu në muslimanët, a dënimi atëja përfshis, a i nuk i dan. Dënimi atëja përfshis, mirin, të keqin, të voglin, të modhin, gjithë se kejt me veti i merë. Kam një shembull shumë të thjesht, një grua e ka hek kaltonin e vetë që i kanë qaf 5 lira, edhe e kalon në mesin e lumit. Në mesin e lumit e kalon me një vend. E ka varë në shelën në një deg për skajt lumit. Edhe e mbështetën në Allahun xhelle xhelaluhu se ai jarun. Allahu ka fuqi me bë këta. Ka ardh ujë i trubull. Ja ka nis me i shkull shelnët. Çka ta merr menja? Që ki altani kësaj gruas, a është më i sigurt? Pse s'është i sigurt? Kush i ka thonë asaj gruas se lumi ka mosel ka qenë shelne, ka qenë pemë kjo pemë jote për atë tan ka me met aty. Me gjithaton, kush i ka thonë, kush e garanton këta? Këta kurkur s'guxon me garantu. Për shkak se dënimi i Allahut merreni çon pastaj. Merreni çon pastaj punët. Këtë punë ju lutem në emrin e Allahut mas xhumohet ta krini. Të këtë grop mas xhumohet sot ta moshni. Çka bani nuk e di. Ama me kri këta se dënimin e Allahut e kemi hazër. Kush ka mundësi sot me fshi një lot? Ai që ka mundësi unë po tham, kush ka mundësi me fshi një lot sot? Ai fshin i zarmin e xhehenemit. Ai e shimi zarmin e xhehenemit. Allahu tha në Kur'anin e Kerim, zarmi Allahu s'tëmfalni. Rasulullah tha në hadis, zarmi i xhehenemit janë disa njerëz nuk i prekaj. Njëri nga njerëzit që se prek zarmi i xhehenemit tha dam'un kharajat min ayni muslimin wa huwa yattaqi Allah kama qal fa loti i cili doli prej sinit muslimonit për frikën e Allahu xhelle xhelaluhu. Këtë sin se ka zarm në xhehenemin. Ai që arriti sot me fshin një lot, ai boni një punë të madhe shumë. Se sot ka shumë lot. Sot me i mbledh këtë me një vend është lomë, nuk është lot. Është lomë me i mbledh këtë me një vend. E në të mbledhen, e në të qajnë me lot njerëzit të cilët e harun Allahun xhelle xhelaluhu, pse e harun atë? Në të qajnë me lot ato të cilët e harun Allahun, pse e harun atë? Fa ajnun bakat fi sabilillah, fa losini që qau në emnin e Allahu xhelle xhelaluhu, atë si se gjek zarmi i xhehenemit. Inna ruha al-Qudus nafathi fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tustakmala rizqullah. Tha Gjibrili më ka frin, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në krahnor edhe më tha. Tha s'des kërkush pa ju sos rëski o Muhammed mësë mërzit. Tha s'des kërkush pa ju sos ate që ka me hangën këtë botë. Po zullumi është tem në veti. Ato që kanë vdek të popullit ton kanë pas me vdek, kështu na muslimanët besojmë se s'ka mundësi me besu ndryshe pse nuk është ndryshe. Po zullumi është tem në veti. A dëni ju xhamotin ndarshëm një shembull thjesht katunit për me kuptuar shumë shpejt? Ai shembull katuni. Ai që hipi mi vargat në shkallën e mram të streja shtëpisë, a mundet me ra prej shkallën mumit? A është e mundshme? Mundet apo? Edhe unë muj mi ai shkallë ka poshtë. A mundet edhe kjo? Mundet. A ban me bo që këtë pse ka pas ai me ra prej shkallën mumit? E mi thonë në katunitar, po ki ka pas me dek, për çat janë ngreva shkallë. A këto nuk bashkohen si pas besimit muslimanve. A në ide, a i në të bere për shkallëva ma vetë në të bere. Ti s'keve i prek shkallë. A i në të bere, në të mitët, në të vdese, në të hien tokë, shka të bëjë? Ti shkallë s'keme i prek. E qka duesh me boti pra, si të keshe një detir me shkallët, e ke për detir me amajt ati shkallët. E ta shti ju të ndërshëm gjemot, këtë pun bane. Mani shkallët e vlezrive mos bin prej shkallëve. Mani shkallët, se këta obligime keni. Mani vlezrit, tonë mos bin prej shkallëve. Nuk kam koha po sosët, ora 13 minuta në 1. O i nderuar i gjemot. Nuk po du me laku piksaj medal të qetri skaj i temës. Kur ne kështu ndëgjojmë, edhe kështu e mësojmë këtë fe të madhe, këtë din të madhe, që se kanë qerët edhe na kanë gjelëzi pëse e kemi, edhe gjelëzin e qerëve me si për e shifni, për natë edhe për dit për e shifni, se ato nuk e posedojnë, ato se din që ka për mirësi. Nuk e posedojnë, gjelëzin e ative për e shifni të manifestu me si. Ato nuk e kanë këtë gjelëzi për qëtër, e kanë këtë gjelëzi pëse këtë fe se kanë. S'ka qëtër formull. Ato s'mujnë me u bondrishe. Me pas fejnë tonë, më njerë këtë gjelëzi e hekin. Bonë si na. Kja i skaj, i qëtëri skaj. Edhe hala. Edhe sot. Shërptor.
në shërbimin e huaj. Shërtor edhe këto në emrin e bamirësisë. Në emrin e bamirësisë. Edhe një shka ka ndonë, shtin në këto dita, edhe shatin, edhe grebulkën njëri i ka arru me një ven. Ku ka punu, në këti ku ka punu, i ka arru këto dita është i frikë. Edhe shatin, edhe grebulkën, i ka arru me një ven ku ka punu. E ta shti njëri i ka arru, ka kalzu muhe, ku i ka lone grebulkën edhe shatin. Hish s'kam ditë që kam i thonë, vetëm një lafi thash. A ta zonën ato ti udhë? A i ke kish arru shatin edhe grebulkën e i qetri, ku a konë të punu. A pate ti ka me kalu, tha, po këtë dynjoja qelë. Po ti shkat qëj me kalu bashka shati ati. Kë ka arruaj. Grebulka, shati e ka bishtin 80 cm, mas shumëti. Grebulka 1 metër e gjisëm, mas shumëti. A po thojnë 40.000 km i ka arruzullit të kësoru kol mu kol. A s'pate ka me ka përcia. Po ti shkat qëj ka bashka bishti shatit ati. Edhe leqi ke kalu ati pari, po ti ka zonë kom. Leqi ti ka zonë kom, po kjo ardhëm ka zumu se ti ka zonë kom. E pra adi shka të të bëj. Nesër e tanena, dhe ta marrë një shati një grebulk, ka të hecës ti, dhe ti qesë për para. Ti hasë një hapune, qitë para, ti këte unë e kapë qitë para. E po që ndrishi, shka me të bo? Shka me të bo? Pata qitë bishtër e shatë dhe grebullet për para, sa shtu bo? Lërgovu kolla, selu null tane, di leku i ka arru, se a i shkoni merë ato vetë. A i që i ka arru i mteket ati nesër kur ti duen, i mteket a i e din mirë ku i ka arru, se i mteket ati a i ka men të veta, a i e din ku i ka lo nesër, a i shkoni merë vetë. Ka arë një njeri prej malsie, e ka pyet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sa ja Rasul Allah, idhni wa aujiz, qështu tha, idhni wa aujiz, tha mësëm për shkurt. Ja Rasul Allah, tha mësëm, po tha mësëm shkurt, ka pas frikë njeri se si ti fole për Amerikati i hub diçka. Gjëmation ka le amë, thojnë muë që ato 10 minutet e para, 20 miri, mi tëre mo mas, po mi dhalt. 3 njerët më thojnë kështu. Tha mësëm për shkurt, i tha Rasulullah s.a.s. ati me të vërtet shkurt, tha idha sallejte, fa salli salate mu addein, qështu tha, si të falësh tha, falu sukur kur s'ke më mundësi me jetu mas ati namazi, veç e kri një abselam edhe ta merë Allah e shpirtin, tha qështu falu. Tha falu sukur kur ke më, s'ka më, mas këti namazi, vdekje. Wala tu haddithanna nafsaka thumma tatlubu al-'idhna udhra gadan. Tha mësfol as një fjalë që nesër ati njerit dush mi li falje. Mësfol kësi fjalë kur. Unë të thash be ti e gje, po të më falësh be se kesh pak si edhe nushe me qështu e me do cull të shpia, me do hajvan që ati u zaglavite e se di shka u bo, ma falë. Tha, mësfol kur fjalë që nesër detirosh me li falje. Kur mësbanë si pun, atë fjalë shka ta falësh, në të kujtojnë qirtë. Tha, wajma al-ya'sa mimma fi aydin nas. Tha dhe ate që e posedojnë njerëzit në dorën e vetë, kur mos ke lakmin ta? Tha ate që e ka njerëzit prej pasurive, mos ke lakmin ta kur? Filone paska këta, paska këta, ti s'intereson, aje ka, zoti ja shtoft. Irfah bi bali feten, amsa ala thiqatin, anë alladhi qasama al-arzaka yarzukuhu. Tha o qënë, o gjaliri, një poet, e pengamerit maroj, një poet islam, tha, o gjaliri, tha. Nëse të ka zonë dita dhe nota me një vend, ndëgjo, nëse të ka zonë dita dhe nota me një vend, edhe ti ke i ke hub shpresët, ta dish se Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanuhu, nëse ti ke besimin e vërtet në ta, a i ka me të dhanë me hangër. Nëse të ka hub qika, edhe gjali këtë dita, prej kësaj marije të maroqeve që zdin me bojë që dërsen përveç se mari në për popoj qëtë, sa nëse të ka humbaj, ta kishe me dije se aja është të hangër dikun. Të ishe i bindun që a i fmiju jëtë që ka përla rrugën qëtër, ta kishe me dije se si tjetë gjallë është të hangër dhe është të pi. Se Allahu nuk të ka morë veshtinë në sjetullet e veta, edhe ajë në sjetullet e Allahu ta. Aja Allah se do të me ata gje. Këta ta kishin bindje, se kjo është e vërtet. I tha me lajqës shpirtave Allahu gjëlle gjelaluhu, tha asaj gruës që ka jetimat në gjithë, tha shko merja shpirtin. Tha ja Rabbel Alemin, ajo i ka di jetimat të thithë në gjithë. I tha Allahu me lajqës shpirtave,
Tha ti merja asaj gruas shpirtin, ato di lemi muë. Ato di që janë tupi tamël lemi muë. Se ato që janë tupi tamël janë tamëllin e qëtër kujtë e pi. Ato pinë qëtër sen, ato ta lemi muë. Mësë mërzit. Mësë mërzit hiq. Mësë mërzit fare, se ti je këtu në kujdesin e Allahut, edhe ato për në kujdesin e ati Allahu janë. Ati ku janë, mësë mërzit fare. Ska nevoj më mërzit. Asë mësë mërzit, edhe asë mësë dërzo. Ska më dërzo asë njëherë. Ne muslimanët nuk dërzohemi. Nuk dërzohemi se nga cilësit e tona për me qenë muslimani mirash, mësë me u dërzu. Njeni prej ulemave, e ka një shabi, në tregon një tregim i nderuar i xhamat. Jo ajet, nuk është ajet. As hadis pejgamberi nuk ka, është tregim, se ne kemi obligim me lajmëru xhamatit ton çka ka Kur'an, çka ka hadis, çka s'ka hadis, e kemi pa çetër me ditë. Kjo sa është Kur'an, as hadis nuk ka, është një tregim. Njëri prej dietar, prej njerëzve e paska zënë një shpen arabisht i thënë kambara. Çaj shpendi e ka në arabisht kambara është me lule shpendi bukur. Po i vogël për ka madhësia është sa sta mërmenja i vogël. Të na i thoi Zogugari, emrin e ka qështu, Zogugari. Në të këzes kush ka livru mujtët mi pa dhe zojtë mirë të voglit sarit janë kësajnë ati këtu së një zenti, ato po janë të mirë kështu. Qashtu njone kishë zonë njoni. Edhe e ma ndorë e pas ka pyta i Zogu. Tregim, o thash Koran sa hadis nuk ka tregim. Tha qka po dënë me mbo. Tha po du me të peke dhe me të hongër, tha shka kam me të bo që tërsen. Tha di qka. Tha po të mësoj 3 gjona. Tha shumë shaf ma shumë hajrë se me më hongër mu, tha. Se se mëngijesh 100 si unë e mi hongër, tha se mëngijesh. Ska gjomrena, tha s'kam gjomrena. 7 gram, 8 gram një zëg. Tha, a mirë mi vesh, tha po. Tha të parën, do të mësoj tu ko ndorë. Ditën, në qatë degën si të më lishesh me hipë. Tha tretën, për në kodër. Tha si dush, tha. Se s'ki hajrë, tha më ha, ta s'mijës, tha s'ki hajrë. Kështu banë të mësoj 3 gjona, shumë do bishme për tije, tha. Hajde, tha të parën, ndorë. Tha, mësë mërzit kur para që ka kalu. Se s'krejet mo, apo? Ka kalu, gje. Ditën e gjejtë, së në shtinë rënë ditëve ti mo. Në esër, të në aje e gjejtë ka dalë të mas në esra, s'ka kështu. Tha, mësë mërzit kur para që ka kalu. Tha, mirë. Tha, ditën, tha, ndegë, shlëm. Tha, këdorën, a jipi ndegë. Tha, ndëgjëm. Tha, kur mësë beso, për atë shka s'ka mu bo, se dhe njëherë ka mu bo. Për atë shka s'ka mu bo. Kur mësë beso se ka mu bo, tha, se ajo s'bo, ajo shka s'ka mu bo. Kur s'bo? Tha, po, mirë, tha, në regull, shumë në regull. Tha, po, tretën, tha, prej gurit tretën, tha, kalzoj. Hipin gurit, tha, folet tretën. Tha, po, ti, tha, tu dhja ti harove këtë ditë, tha, që të kalzoj këtë tretën, tha. Tu dhja, tha, ti harove këto, tha. Thani, pra, po du me ditë dhe a tretën, tha, më dëgjo, tha. I kam, tha, di altona, ka 5 lira në bark mrena, këtu, a i Zogu. Ato ka 5 lira, bojnë dikon ka 70 gram. Tha, i kam, tha, di altan, tha, këtu mrena, i kam hongër. Tha, me mëzon edhe njëherë, tha, me mprej, i merë ato. Tha, po hezde? A, tha, pat, tha, shta unë e tije se, a tha, shta unë e tije se, mës me besu se ajo shka zbot, mo, ajo shka zbot, kur nuk bot. Tha, kur arrove? Si një tha ndërën tone, mo, se kjo mo kur zbot. Tha, po pse? Po qëtër, tha, po thash, tha, qështi, tha, qështi sa të thash, mës u pëndo për atë shka të ka përti se në zemo. Kur i arrove, tha, këto? Tha, po shka arrova, tha, s'pe marrë vashë, unë shka arrova. E, tha, ti sa budalije. Zogu, tha, unë, tha, kejti kam 7 gram, tha, ti po beson se 70 gram hinë mu mrena. Po, ku kam unë e ven mi ishtin 70 gram mrena, altan, tha, unë e kejt 7 gram i kam vetë, tha, pse s'po të shofin sit? Pse s'po e shaf? Pse se studion këtë dunjo? Pse s'rima mirë? Pse s'het mirë me men? Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanu, neve ne bëft të mundur, që ne mës t'him dorën e ati shka ne lujnë këtë loj. Neve ne bëft Allahu të mundur që dalim prej dorës këtive njerëzve që ti ndorë edhe që trengojnë mirë dherin fund, se kësi njerëz do të ketë edhe në almëri, po inshallah ne kemi renin e renion inshallah sosët shpejt, po mos harroni se kur të krijet me neve me qertë do të niset prej muslimanëve.
Me qerë do të niset. Dhe a ditë çka të bëhet një marrëveshje këtu të morë fund, nesër kemi me pa lajme në televizor për qetërin vend, si të na, se kjo rrotë nuk do të ndalet për shkak se rrota e zullumqarve edhe të mirëve asnjëherë nuk do të ndalet. Zot bana prej të mirëve. Largona zullumin edhe zullumqarin prej qafe. Po të lutemi ama dhe bana neve që na hisëm ton, rolin ton, në hisëm ton të alymë së bashku, i nderuar i xhamat, Allah i namazin e xhumas kabul. Allahu na filet inshallah na bëf kabul. Dhanat e tona në e bëf kabul, mundin që për e bojmë gjemë bëna i kabul, edhe largona i prerave tona, ata që i këtë mund e bojnë në emnin e bamirësijës, me një jetë krejtësisht të zeza, lillahi l-Fatiha.